Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirdhuruesit. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begatitet madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues të televizionit Ikre dhe ju të cilët na ndiqni nëpërmjet televizioneve lokale dhe rrjeteve sociale, mirë se erdhët në emisionin e Ramazanit, nën motën, nën hënën e Ramazanit, ku sot misafir kemi hoxhën e nderuar Hasan Efendi Bafqari, imam në xhamin Haxhi Ballaban në Shkup. Me të nderuarin sot do të flasim mbi temën solidariteti dhe ndryshimi i prioriteteve. I nderuar, mirë se erdhët në emisionet e Ramazanit, të kënaqësi ju kemi. Mirë që gjetëm, ju falenderoj për ftesën, ju uroj për emisionet dhe shpresoj që të kalojë bukur. Shumë faleminderit. Atëherë, i nderuar, fillimisht ka mundësi të flasim në lidhje me atë se a është prioriteti një çështje rregull fikor apo provë e gjallë e ndërgjegjës sonë? Pjesëpare falenderojmë Zotin që na dha mundësinë që të arrijmë këtë muaj, të jetojmë në këtë muaj me shpresën e madhe që Zoti na i pranon mundin dhe kretë këta sakrificat i gjejmë në peshorën e punëve të mira ditën e gjykimit. Njëherët edhe ju uroj agjërim të lehtë dhe të pranuar të gjithë besimtarëve musliman, me qëllim që të arrijnë kënaqësinë e Zotit në këtë botë e fytyrbardhë me kënaqësinë e Zotit në ditën e gjykimit. Nderuar vëlla, ajo që duhet besimtari të di, Islami është fe hinore, është e përsosur dhe në mesin e përsoshmërisë së saj dietar kanë pasur ka dhe prioritete. Padyshim krejt kjo duke u nxjerrë nga mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Jo nga mendja, padyshim. Dhe prioritetet pikëpare kanë të bëjnë me ndërgjegjjen e njeriut. Se sa ai e ka dinamon e brendshme të aktivizuar, atë alarmin e brendshëm shpirtëror të aktivizuar dhe si reagon. Për shembull, historia islame përmend një dietar të madh, i cili ka pasur Abdullah ibn Mubarak. Dhe ky dietari ka jetuar në Turkmenistan. Janë nisë me një karavan shokësh për hax. Keni parasysh, bëhet fjalë për një kohë shumë më herët dhe nisa për hax bëhet një muaj udhtim, një muaj ndetje atje, një muaj kthim. Ashtu. Pra, kuptohet ushqimi, veshmbathja, mjetet financiare janë të bollshme për këtë komplet udhtimin dhe adhurimin që do bëhet atje. Gjatë rrugës, kështu e përmend një dietar prioritetin si start, si fillim. Gjatë rrugës ai shef një grua e cila e shef një pat, një coftin, pra një pat të ngordhur në ujë. Dhe ky e shef komplet rastin. Dhe ai gruaja shkon e merr atë patën dhe për ta gatuar për fëmijët e vet. Ky, si një dietar i madh islam, që i njeh komplet gjërat, zbret nga ajo, thot, motrin më nderuar, thot, ajo që e morët, ti ushqeni fëmijët tuaj, thot, ishte e ngordhur. Ashtu siç transmetojnë dietarët të cilët e kanë transmetuar këtë ndodhi, thonë, ai gruaja ka ngrit kokën të lartë, ka thënë ti ke punë Terezi. Shumë më rahat në hallet e mia. Thotë, a ke mundësi të ma thuash hallin? Padyshim. Thotë, mua më ka vdek burri dhe më ka lënë një grumbull jetim. Dhe tani unë nuk e kam luksin e përzgjedhjes, e ke parasysh, por e kam një vështirësi shumë të madhe. Edhe thotë që unë s'kam shkak të dhe detyrohem që t'ja u jap këtë ngordhësinë, këtë kafshën që ka ngordh, t'ua jap që ta hanë me qëllim që mos të vdesin nga uria. Ai zbret nga devja, keni parasysh, bëhet fjalë për një udhtim të gjatë, një udhtim që është nga shtyllat e fesë islame, një udhtim që ka të bëjë me ndryshimin jetësor apo udhtimi i jetës, si quhet haxhi, pra aty që Zoti ja pranon haxhin, kthehet në shtëpinë e vet sikur e ka lind nona. Pra këtu vije në referencë kryesore ndërgjegjja, alarm dhe prioritetet. Ai zbret pa e menduar fare, zbret nga devja e tij, e merr devën për litari, dhe thotë kjo është devja e cila ka mjete për me udhëtu një muaj gjerë në Mekke, për me ndet një muaj atje dhe për me u kthy një muaj gjerë në Turkmeni, në shtëpinë time. Thotë ja ku e ke litarin, thotë me rikretu atë. Thotë për mua, thotë pas ka mbaruar udhtimin dhe kthehet në shtëpi. Karavani nisët, e kalon.
dhe kthehet në shtëpi. Keni parasysh e kthehet në kam. Dhe për krejt parëve, ashtu siç ka transmetuar dhe përmendi edhe ish kryetari i Dianetit, e përmendi njëtën kështu, për krejt parëve që ai kalon aty, domethënë kalon diku më shumë se 1000 dinar. 1 dinari ka 3 gram e gjysmë ari. Ai kalon më shumë se 1000 dinar, ka marrë vetëm 20 dinar të cilat i është dash për udhëtim, Për të kthyer deri në shtëpi. Ke parasysh, ajo e kalon mjetin e transportit, pra deveni, kalon të gjitha, dhe tani po kthehet për në vendlinje, për në vendin e vet. Dhe takimi krejt ka ndodhur në Irak, me atë gruan janë takuar në Irak, pra në më pak se mesi. Kur ka mbri ai prej udhëtimit, kur ka mbri në vendlinje, janë kthyer dhe haxhit. Me hax pranuar. Në aty ka zgjatur udhëtimin se ka ecën në kom. Po, sigurisht. Çuditërisht, prej të nesërmën, fillun njerëzit që kanë qenë në hax, fillun me ardhur se ky një dietar i madh, ke parasysh hoxha i qytetit më i madh. Fillun xhamati me ardhur m'ia bë për herë haxhin. Pas u mbledhën një dhomë burrash dhe o vëllezër tha, Allah ju shpërblet për ardhën, po unë s'kam qenë hax. Unë fare s'kam qenë hax. Dhe njëri nga të pranish më di kërcej tha, a nuk më mbajtë aty teshat kur ishim tha në mine, kur të thash rumi pak të rroba, tha që unë do të shkoj deri atje. Tha vallahi, tha jo. Atje tha, po kur të kërkova tha pare borxh që ta blej një gjë, tha nuk mi dhe ti, tha vallahi, jo, tha vallahi, tha ti mi ke dhënë. Tha vallahi, s'ti kam dhënë. Të njëjtën natë e shef vetën në ëndër dhe i paraqitet, thuhet një melek, thuhet profeti i Allahut, pra transmetimet nga më të ndryshme që gjenden në librat e këtyre ndodhive. Një melek thotë ti pranoje, thotë njerëzit kur vinë me ta bëj për herë haxhin. Për arsye se Allahu xhaleshan ka obliguar një melek në fytyrën tënde me shku me bë haxhin dhe me ndet në shoqëri. Për hatrin e asaj veprës të mirë se që e ke bërë. Pra, këtu shifët se në Islam prioriteti është shumë i rëndësishëm. Pra i ka 3 shtyllat kryesore. Pra i domosdoshëm, i nevojshëm dhe ka ndonjëherë paraqet rrezik. Pra dietari i cili i njeh prioritetet e fesë dhe të shoqërisë, padyshim e din në moment se si të veproj. E qartë. I nderuar, si e përcakton Islami se cila vepër ka më shumë vlerë në një situatë veçantë? Pra duke bazuar në këta shtyllat kryesore të prioriteteve, pra kur një vepër është e domosdoshme, kur një vepër është e nevojshme për shoqërinë dhe kur paraqet rrezik potencial. Paraqet rrezik potencial. Ke parasysh, pra në suadat të kësaj i jepet përparësia asaj që është në bazë të këtyre tre kritere, 3 shtyllave. Parasysh se haxhi është fars. Sigurisht. Ti ndihmosh asaj gruash është një mirësi. Pra është ka të bëjë me zemrën tënde. Për shembull, ne shohim një skamnor ose dëgjojmë për një skamnor, tani dukush mund të alarmojë që pse po i lajmërojnë në rrjetet sociale ose në mediume. Shoqëria jonë është shoqëri impulsive, po nuk e pisktojë, nuk i dhem. Pra duhet patjetër me tregu një rast, pastaj nga një rast me përfituar edhe 10 raste tjera. Pra arsye se është mirë që mos të publikohen, po nuk u publikuan si u ndihmon njeri, ke parasysh. Pastaj neve jemi në Ramazan. Shpirti është më i ushqyer, ndërgjegja është më aktive, dashuria për vepra të mira është më e madhe, dëshira për me dalë para Zotit faqebartë është më e madhe. Dhe padyshim se kur do ulesh në sofrën e iftarit ti do shohësh një mori pjatash ose një panaj pjatash dhe nuk din nga të fillosh dhe jemi shumë të sinqertë dhe shumë fair në këtë muhabet, gjysmat atyre na i hedhin. Nuk ka mundësi njeriu të konsumojë të gjitha, se është e pamundshme. Për arsye se neve s'po agjerojmë 24 orë pa ndërprer, po agjerojmë tash është agjerimi i dimrit dhe është shumë i cekë dhe që është më shumë modest, më agjerohesh më i shkurt, padyshim. Dhe tani neve kur kemi bëj iftar se po ta vinë musafir ose po vjen dikush pa tregu, të kemi. Dhe pastaj çfarë do i bëjmë këtu? Nesër nuk e ham, për syfir nuk e ham, nuk e konsumojmë, pra duhet ta hedhim. Ndokush nuk ka çfarë të shtrojë në iftar. Edhe tani do shkojmë do rim të natën namaznate. Ke hangër iftar se s'ke mund më, ke hangër se s'ke mund më me hangër, ose ke pi se s'ke mund më me pi, dhe ke tjetër një kelon ashtu dhe zonja e familjes çfarë do bëjë shkreta. Ashtu i kanë kërku. Dhe ajo do i marrë dhe do i hudhe, se nëse duhet me bë diçka të re. Kur të ndalesh ta mendosh se një familje nuk ka pas çka me hangër për iftar.
Dhe këtu vinë prioritetet. Nuk ka pas çka më ushtru antarët vetë për iftar, ose një nanë me jetima nuk ka pas çka më ushtru në iftar. Ose një grua e martuar, por burri vet i palëvizshëm, ka ndonjë smundje që nuk ka mundësi. Pra, këtu vinë pa prioritet, po prioritetet, ashtu siç kanë thënë dietarët e fikut, prioritetet realizohen në moment kur ndërgjegja yte është aktive dhe alarmi i ndërgjegjës tënde është aktiv. Pra ti e madh se kjo është për mua tash është më e rëndësishme se çdo një lëvizje tjetër. Ai zotëriu, Allahu e mëshiroft dietarin e la haxhin. Krahas kësaj, e la mjetin e vetë transportit, sikur sot të themi e la makinën. I la komplet pasurinë e vetë që i kishte mbledhur për ta harxhuar për atë udhtim të jetës. Për çfarë? Për një grua që kishte jetima. Pse prioritet për atë doli kjo është më e nevojshme tani se mund ta kryej haxhin. Do thonë, sa haç i turpshëm e la njeriu të vdes nga uria dhe ti shkosh ta shpëtosh vetveten tënde. Adhurimi në Zot nuk është interes. Është dashuri për të arritur kënaqësinë e Allahut xhaleshano. E njeriu do të veprojë në këtë sferë të madhe të adhurimeve dhe mundësive, pse ti nuk e din ku arrin kënaqësinë e Zotit. Por kur i njeh prioritetet, e din se çfarë ka nevojë për momentin, dhe çfarë është e dobishme për shoqërinë, për familjen, për mua, për komshillokun në moment. Ashtu siç gjikon ti, nuk gabon, padyshim se nëse ndërgjegja është e pasur dhe e lidhur fuqishëm me Zotin nuk gabon. E vërtet. Edhe një nga pyetjet të cilat kisha për qëllim t'ju parashtroj kur bëhet obligim ndërprerja një adhurimi për një nevojë urgjente, po besoj me tregimin të cilat e përmendet, ndoshta do të mjaftonte, po nëse doni të shtoni diçka. Te pjesa e tretë, domethënë te rreziku. Pra kur nana fal namaz, ose ndokush një antar tjetër i familjes, mos të themi vetëm nana. Ashtu. Mund të jetë motra më e madhe, mund të jetë vëlla më, mund të jetë baba, dhe shef se një fëmijë tjetër po afrohet drejt rrymës ose drejt zjarrit, ose kjo është rreziku. Tani le namazin, le atë vepër të cilën le leximin e Kuranit, le kret, shko se ajo është rreziku dhe ajo është prioritet. Ashtu. Pejgamberi sa më shkurtonte namazin. Kur na gjonte një fëmijë që po çon. Për këtë prioritet na ja kemi ndruar vendin fatkeqësisht. Na duhet me ndërprej namazin dhe duhet me ndërprej veprat obligative kur e shohim që një fëmijë ka rrezik ose çon, por jo edhe kur vritet. Këtu ka një prioritet tjetër. Kur vritet duhet me ngrit zonën dhe më thonë se është edhe një rregull tjetër që ka prioritet në këta tre kushte të bazë. Është edhe ajo kur ta shohësh se ndokujt apo i bëhet padrejtësi. Nuk ka vlerë madhurimi. Ti falesh ndokujt i bëhet padrejtësi. Ti dush me dhon selam. Ati ku je? Je në ruku, je se ku ti je? Jep selam dil nga namazi dhe shkon ndihmoj atij që i bëhet padrejtësi. Mos e le ti bëhet padrejtësi kur ti e ke fuqinë e ndryshimit, kur ti e ke fuqinë e një vepre që mund ta ndalosh ato, ose të paktën thuaj o Zot, unë nuk i përkroj, po kaç kam fuqi me bë. Paktën tregoj ti rolin tënd që e ke, jo të heshesh dhe të tërhiqesh. Tërheqja nuk është për Islam, as për muslimanëve të sinqertë. Mos u tërhiq, ri aty thuaj unë ndoshta nuk kam fuqi me ndryshu, por ama edhe nuk e përkroj. Nuk jam ai i cili duar trokas. Në heshe nuk e përkraj, pa kur më shohin publiku, tani muslimanët nuk friksohen, nuk e duar trokas. Për arsye se për padrejtësinë e ngriti zërin. Kësaj ia përparësi dhe ia prioritet edhe ndaj adhurimeve. Si po i bën një muslimanit padrejtësi ose edhe jo musliman nëse qoftë. Se ndërgjegja yte nuk i dallon besimet, dallon atë që është e drejtë dhe e vërtetë. Na i ndihmojmë njerëzve mos bëjnë padrejtësi, po edhe mos i bëhet padrejtësi. Po. I nderuar, një nga pyetjet të cilat kisha për qëllim t'ju pyes, besimtari çfarë obligimesh ka ndaj komunitetit apo ndaj institucionit të tij? E para një herë, domethënë ndaj komunitetit, ashtu siç ka thënë pejgamberi sa nuk e ka besimin e plot në njeriu i cili e zë xhumin dhe komshiu i tij flen i uritur ose mund të jetë i smur dhe nuk ka parë me ble barma. Pra nuk e ka besimin e plot. E po si mund të motojmë neve të arrijmë kulmin e besimit, paktën me këtë adhurim që është shumë i madh, që ka thënë Allahu xhaleshano esamu li wa ana ajibi. Do të thonë, agjërimi është vetëm për mua
dhe unë e di se si është përbleja atë, po i ka ca komponente të cilat ti dush të jesh i dobishëm shoqërojnë atë. edhe me për shoqërinë. Pra, nëse ti e ngrit zërin dhe je i pasjellshëm dhe ti i bën disa vepra të cilat nuk përkojnë me një musliman, ti ka të qeni pa hangër e pa pi, vëllai dashur. Ti e dëmton komunikacionin, Po. ti ka të qeni pa hangër e pa pi. Ti kur shkon në radhë, për me ble bukë, se ne tani bëjmë radhë, ke parasysh tash, çfarë të bëjmë? Kjo është tradita jonë. Ashtu është. Se i del emri një furaxhie dhe tani krejt duhet me ble bukë, sa e ka më të mirë se buka është bukë, ke parasysh? Por ja tani tash nuk e ndrojmë mendsinë e një shoqërie se dojnë me shku te furaxhia, më lidh aty bëhet radhë. Tani kur bëhet radhë, rrin radhë si insan, mos bën zhurmë, mos u shaj, mos përdor fjalë dyta. Por ti jesh i dobishëm për shoqërinë, ti jesh i dobishëm në krejt sfera. Ose unë do thoja edhe për shembull shkojmë për të falë namazin e taravis, ndërsa veturat për jashtë i lam. Nëse një njeri e pengojmë komunikacionin kështu. Le komunikacionin të. Nëse një njeri shkon me veturën se është vanu, ka pas musafir dhe se ne ka brinë namazin, shkoj pak më herë. E lën veturën e tij para një dere. Njeriu të panjon, ja lë veturën para se duhet me hin namaz se ka filluar namazin. Aja të mbrejnë e ka një antar të familje të smur dhe po pret ndihmën e shpejtë. Dhe ndihma e shpejt nuk mund të afrohet hatrit se ke kalon veturën keq se ka shku në xhami. Ai namaz nuk ka. 100%. Ai namaz nuk ka. Për arsye se ti e dëm i komunitetit, ke mund nga me ardhë. Po e kam larg, gjeni xhami më afër, pse shkoj bashkë tani që është larg. Dhe pastaj t'ju bësh dëm tjerë. Kjo nuk është arsye. Pra, besimtari kur e pyetën pejgamberin se kush është muslimani më i mirë. Muslimani nga dora dhe gjuha të cilët janë sigurt njerëzit. Ai të cilin njerëzit janë sigurt nga goja dhe dora e tij. Pra nuk flet fjalë koti, po dhe nuk bën lëvizje pa kontrollueshme. Se dora e dëmshme për shoqërinë nuk do të thonë vetëm se ai komenti i famshëm se duhet mi rreh njerëzit. I rreh njerëzit ka thënë Zoti pak fuqi ose post edhe mirët me jo, dora shumë e dhëmë, mund të më gjejnë shumë frikacak. Pra me një firmë ta shkatërron jetën. Ta shrehen edhe në forma tjera. Po, e kjo është muhabet. Për arsye se Allahu fuqiplot e ka mësuar pejgamberin alajhi më na mësuar neve se besimtari duhet me qenë i dobishëm në krejt porët e jetës. Nuk e din ti ndoshta e shef një shpesë të cilën fëmijët e kanë kapur për rrugë dhe janë duke keq trajtuar. Fëmijët ata nuk e din. Domethënë mendojnë se është pjesë e lojës të shpëtosh atë shpesën. Po jo dhe t'ju përdashme, po t'ju jap mësim. Po. Jo ta ndërpres tani jemi në Ramazan dhe fëmijët tonë mojnë në Ramazan dhe tani ta ndërpresim sistemin arsimor. Jo, sa ajo është shumë e rëndësishme. Ashtu. Se neve kemi nevojë për intelektual, ne kemi nevojë për akademin, ne kemi nevojë për njerëz të dijes. Se edhe të agjerojsh, po në fund të dalësh ignorant nuk ja vlen. Jo. Për këtë arsye, pra Ramazani është ai universiteti i madh i mësimeve që na jep një mësim shumë të rëndësishëm që unë dua ta ndaj me ty dhe me ata të cilët ndjen. Neve në Ramazan futemi në betejë. Betejë garave, betejë fitores. Por çuditërisht njeriu kur ndalë dhe mendon në vetvete për me fitu dush me zgjedh armikun, këtë të fitosh. Pejgamberi sa më ka thonë shejtani është i lidhur. Po. Domthonë armikun e përbetuar ne nuk e kemi. Po tani këtë ta fitojmë. Domthonë pasim neve një armik më të madh se shejtani. Vetvetja. Fillojmë ta fitojmë vetveten, ti largojmë ato ego, dëshirat e pafund, ata smundjet e brendshme shpirtërore, Nefsin e pangohur. ata çallëmet, ata komplekset tona, ti largojmë. Fillojmë të adhurojmë Zotin dhe të jemi të dobishëm. Me çfarë? Me një qindar, me një fjalë të mirë, me një ndihmë, me një blerje e një ilaçit, me një ndihmën e dikujt me dërguar në spital ose me ia lehtësu mjekimin ose operacion ose ti e njeh mjekun, ai ndoshta i ka mjetin, por nuk e njeh mjekun, ose nuk mund të arrijë gjertaj mjekun se ai ka shumë pacient. Çdo gjë. Pra një nxënës tjetër do të më bëjë detyra. Lehtësoja të kuptuarit asaj formulës për të cilën pra në çdo sferë të jetës. Mos ta kanalizojmë ndihmën vetëm në mjete materiale, se ndoshta ndokush vllai dashur musliman, ndoshta ndokush frigoriferi s'ka çka i bën. Nuk mbyllet. Po janë ndihet keq. Ndihma jote për ata është thjesht të ulët të ta dëgjosh.
dhe ta këshillosh. Nuk ka nevojë për bukë, se na e kena kanalizuar se ndihma është thjesht një dhon bukë. Jo se nuk ka nevojë për bukë. Ai nuk di çka i ban bukës. Ama e ka një farë sikleti brenda, ai don të shprehet, don të ulet me duken, don të kush t'ia ngojë dertin, e pastaj për dertin e tij t'ia jap një këshill, t'ia jap një mësim, ndoshta don Allahu dhe lëshon dhe të shqirohet nga sikleti që ai ka dhe pastaj i lulëzon jeta. Nuk kemi se vetëm duhet ta mbushim një sport tani ti dërgojmë çka më. Kemi na nevojë për sporta me ndihmësh dhe ndjenjash në familje tjera që nuk kanë nevojë për bukë. Ai ndoshta dhe ndihmon, por vetë ndihet siklet fukara i madh në shpirt. Jepja atë të cilën atij mungon. Kjo është ftuesi i madh në Islam. Për arsye se ftuesi duhet me pas atë shijen. Me pas shijen, me pas dhau, shije se çfarë ka nevojë për momentin. Hasani, çfarë ka nevojë për momentin. Edhe atë më ofru. Pra kjo është ftuesi pejgamberi alayhi salatu wasalam, ishte ai i cili kur i shihte njerëzit e dinte në moment çfarë ka nevojë. Në moment se si flitet me ata. Një kohësisht edhe psikolog. Po. Pa pikë dyshimi, do të thonë se ajo pjesa kur ti e dallon njeriu, do të thonë kur din me lexuar body language, duhet me qenë një lloj psikolog. Sigurisht. Pejgamberi sa më ishte i gjithashëm. Jo rastisht themi se është i përzgjedhur. Do të thonë nga dikush nga shumë kusht është i përzgjedhur për shkak se i plotson disa kritere. Ishte personalitet multidimensional. Pra ishte njëri i dimensioneve shumë të veçantë. Ai shihte diçka që dikush nuk e sheh. Po ai është pejgamberi i Allahut, por ai është mësim për neve. Allahu dhe leshanu nuk na i ka lënë diçka tjetër ta marrim me sa model. Uswatun hasana. Uswatun hasana ka thonë ai është. Këtë popull kanë me pas mungesën e një modeli, ju merrni atë model. Por ku ta marrim model? Në veprim. Ta marrim model në dobi, në praktik. Tani neve marrim model pejgamberin sa. Por fatkeqësisht çfarë modeli na marrin për pejgamberin sa? Si hante bukë si flinte. Si visheshte. Po i dërgoi i ka lyer syt me syr, mos i ka lyer syt me syr. Ka ecë me shkop ose s'ka ecë me shkop. O vllai dashur musliman, o motra e nderuar. Këta janë shumë të rëndësishme dhe shumë të mira. Po prioritetet janë komplet diçka tjetër. Është vërtet. Ti jetosh me sunetin e pejgamberit sa më është komplet universitet në vete. Të ngjallesh sunetin e pejgamberit sa më është pika numër 1, ti jesh i dobishëm në shoqëri. Pastaj të shkojmë kur ti realizojmë shumë gjëra, pastaj s'ka problem. Na do flem si ka flet pejgamberi, do ham bukë si ka thënë pejgamberi, do zbresim nga tavolina për tokën në sofë, nuk ka problem se neve i kemi qiu ata se na fukaraj dinametu, na zeginas dinametu, se s'kemi qenë ndonjëherë zegina të mëdhej. A fukara, tu kemi përvojë të madhe, na këtë nuk e kemi problem. Pejgamberi Allahut nuk ishte fukara, pejgamberi dëshironte me jetu si fukara. Pejgamberi Allahut ishte i pasur dhe kishte mundësi materiale shumë të mëdha, por dëshironte me jetu si fukara. Nderuar me që këtu folëm disa kriteret të cilet apo obligimet që duhet t'i kemi ndaj komunitetit, pra ndaj shoqërisë, po ndaj institucionit nëse doni të shtoni diçka. Jo. Konkretisht Bashkisë Islame si një ndër institucionet e cila është për mbarvajtjen e jetës fetare këtu te ne. E para që duhet të bëhet një besimtar kundrejt institucionit është të respektoj vendimet e institucionit. Edhe një nënpunës fetar, një hoxh, qoftë hatib, mualim ose imam, në xhaminë e vet duhet të respektoj vendimet të cilat i ka marrë institucioni, bazë, konkretisht Bashkia Islame, dhe të punoj konform atij për arsye se dobia më e madhe e muslimanëve është kur ato institucionalizohen qëndrimet, pra të institucionalizohet dobia ndaj medresesë, ndaj fakultetit, ndaj sektoreve të cilat i ka muftinia ose Bashkia Islame ose muftinia përkatëse aty qytetit ku ti je duke operuar, je duke vepruar, por duhet të dimë se vendimet të cilat mirën në Bashkinë Islame janë vendime për muslimanët dhe nuk na lejohet neve. Pra, këtë e tham me përgjegjësinë më të madhe, e kam dëgjuar kur unë isha student në Yemen, dikur herët viti 2002-2003, kam dëgjuar një dietar islam i cili nga parimet e tij ishte ekstrem. Më ekstrem se na, hanefi që ndonjëherë jemi pak më tolerant për disa çështje, për arsye se ligjet e Evropës e dojnë këtë. E pyeti ndokush një student shqiptar, e pyeti tha
çfarë do të bëjmë, tha se neve për Bajramin e kemi një ditë para Arabisë Saudite. Ashtu ndodhi, një ditë përpara. Tha juve tha që jeni këtu në Yemen, tha do bëni Bajram kur e ka Yemeni. Tha kurse ata që janë atje tha duhet e kanë të obliguar me bë Bajram. Biles edhe Bajrami tjetër për Kurban Bajram tha ju e keni të obliguar, pra popullata në atë vend tha e ka të obliguar t'i pres kurbanët me vendimin të cilin e ka marrë Bashkia Islame. Pra, ajo mendon për atë shoqëri dhe ajo mban përgjegjësinë për atë shoqëri. Pra, na duhet me punu konform vendimeve të cilat i merr Bashkia Islame, se fundit në atë kryesi, në atë riaset, në atë lëvizje, në atë operativ nuk merr vendime një njeri. Ashtu. Pa marrin vendime një grup më i madh hoxhallarësh, të cilët e kanë hallin dhe dertën e Islamit dhe muslimanëve. Allah inshallah i shpërblen për hallin dhe dertën që ne kanë, padyshim se përgjegjësia është më e madhe dhe nëse neve nga ana tjetër si hoxhallar të cilët operojmë me shoqërinë dhe jemi në meydan dhe punojmë kundrejt atyre vendimeve të cilat na nuk ja zgjedhin problem, ne ja shtojmë problem. Pra na duhet jemi ata të cilët ja ndihmojmë në zgjedhjen e problemit, padyshim në shërbim dhe në dobi të shoqërisë dhe besimtarëve në përgjithësi. Në këta treva. Po. Nderuar, me që jemi në fund të këtij emisioni, do kishim dashur edhe shkurtimisht një mesazh për ata të cilët na ndjekin. Cili do të ishte mesazhi im për këtë muaj është të investojmë te banori, jo te shtëpia. Trupi njeriut është shtëpia e banuesit qellor. Ka ndonjëherë neve më shumë. Po. Ka neve më shumë investojmë në shtëpi se në banues. Të investojmë tek shpirti. Të investojmë tek shpirti duke qenë të dobishëm për tjerët. Mos ta shiqojmë vetëm vetveten tonë, po duke ndihmuar tjerëve ta luftojmë dëshirat tona të pafund. Të jemi dobishëm me qëllim që në këtë Ramazan ta marrim atë diplomën e madhe të devotshmërisë. Jo rastisht diplomën Zoti e ka lënë në fund të ajetit kuranor, atë devotshmërinë e ka lënë në fund të ajetit kuranor, me qëllim që ata 11 muaj të tjerë të jetojmë si në Ramazan. Besimtari duhet të jetë i dobishëm, besimtari duhet të jetë ai i cili gjendet në nevojat e njerëzve, besimtari nuk është kontrovers, besimtari nuk është ai i cili e prish rendin, besimtari nuk është ai i cili e ngrit zërin, besimtari nuk është ai i cili i përbuz të mirat e Zotit, por besimtari është komplet e kundërta e krejt kësaj. Dhe krejt kjo me qëllim që ta rëndoj peshorën e punëve të mira ditën e gjykimit e të del faqebardh para Allahu xhallahu shanuhu atë ditë me krejt këto punë të cilat i ka bë i pranuar dhe të mira, padyshim, dhe i dobishëm për shoqërinë. Nëse na nuk veprojmë në këtë muaj që ta krijojmë atë dëshirën tonë për me qenë dobishëm për shoqërinë, ne nuk mund ta bëjmë atëherë kur do të zgjidhen nga praga. Pra, të veprojmë të jemi momenti më i volitshëm është ky pikërisht. I nderuar, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni. Lut Allahun xhallahu shanuhu t'ju jep shëndet, bereqet, jetë gjatë, suksese. Faleminderit edhe juve që me shpresë që të takohemi edhe pas Ramazanit, kuptoj. Faleminderit që edhe juve më pa të arsyeshëm të jemi pjesë e këtij cikli të emisioneve të cilët realizoni ju. Shpresojmë që kemi thonë diçka, sigurt më pak se ata kolegët e mi që kanë thonë shumë, dhe inshallah do në Allahu xhallahu këto fjalë të cilat kemi thonë i gjejmë në peshorën e punëve të mira dhe janë dobishëm për ata që na kanë dëgjuar e fillimisht janë dobishëm edhe për neve që kemi thonë. Allah ju shpërbleft juve. Shumë faleminderit. Atëherë të nderuar shikues, ne jemi në fund të këtij emisionit. Ju falenderojmë për vëmendjen që kishit të jeni bashkë me ne. Lutim Allahun xhallahu shanuhu që adhurimet, agjërimin, ibadetet të tjera, lutjet, Allahu ua pranoft. Takohemi nesër mbrëmë në të njëjtën kohë. Deri atëherë qofshin në mëshirën e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.